Marrëdhënia mes artistëve të muzikës Stresi dhe Jozi duket se ka ndryshuar për mirë pas gjithë përplasjeve, tensioneve dhe deklaratave publike që dyshja ka patur për një periudhë të gjatë tashmë. Kjo lihet të kuptohet nga një postim i Jozit në Instastory, ku ai ka qenë duke drekuar me Salil Lushajn, babain e Stresit, gjë e cila ka nxitur aludime për paqe mes këngëtarit dhe reperit. Ky takim vjen pas një periudhe të gjatë konfliktuale që filloi menjëherë pas daljes së Jozit nga Big Brother VIP Albania, ku dy këngëtarët shkëmbyen kritika dhe akuza publike. Dojmë se për një periudhë qarkulloi edhe një video e Jozit që i kërkonte Stresit ta pulte. Kjo video u komentua gjërësisht, por më pas u kërkua nga Stresi, i tha se përqafimi nuk ishte miqësor dhe se Jozi gabonte me të. Ndërsa në këtë rast, vetë Jozi sqaroi se bëi fjalë për një drek të qetë mes miqve të përbashkët dhe se mes tij dhe Stresit nuk ka asnjë konflikt. Ai ka impenjimet e veta, unë të mijat, por ne gëzojmë respekt për njëri tjetrin dhe për familjet. Urojmë njëri tjetrit vetëm të mirat, ka thënë Jozi.